Debati për futjen e mësimit fetar në shkollat kosovare kishte ngecur për disa vjet. Kohëve të fundit kjo çështje është riaktualizuar pas idesë së kryeministrit shqiptar Edi Rama për të sistemuar lëndën mbi fetë në shkollat e Shqipërisë, e cila ide u mbështet edhe nga zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Petret Selimi. Megjithatë, bashkësitë fetare kanë mendime të ndryshme. Kryeimami i Bashkisë Islame në Kosovë Sabri Bajgora thotë se e mbështesin këtë iniciativë. Ai thotë se po të ishte aprovuar më herët futja në shkolla e lëndës mbi fetë, do ta zvoglonte numrin e njerëzve që shkojnë në Siri dhe Irak. Mbasi frika që feja të marrë një pozicion në shtetin tonë që po quajnë shtet laik, ka bërë që të ketë një dozë frike se mund të kesh përdoret feja apo të interpretohet feja në çështjet politike. Mirë po, ne qeverive tona në vazhdimsi u kemi garantuar se nuk do të ketë kurrë interferimi, sepse do të kemi në kontroll të plot ata profesorë që japin këtë lëndë të edukatës fetare, si ne, si bashkësitë të tjera fetare që veprojnë në Kosovë. Po të ishte aprovuar kërkesa për fundin e lëndës edukatës fetare para disa viteve në Kosovë, sigurisht se kishim me pas një fluks shumë më të vogël të njerëzve apo të rive tanë që kanë shkuar në vatet e krizës në Siri dhe Irak. Por IPSHVI-ja e Kosovës vlerëson se edukimi fetar duhet të zhvillohet nëpër kisha e xhamia. Për hir të pasurisë që kemi trashëguar nga të parët tanë, tolerancën ndërfetare dhe bashkëjetesën në paqe, vlerësojmë se edukimi fetar duhet të zhvillohet nëpër kisha dhe xhamia, ndërsa mësimi mbi fetë, mbi tolerancën dhe bashkëjetesën historike ndërfetare mund të jetë në kuadër të arsimit publik, thuhet në deklaratën e IPSHVI-së së Kosovës. Kundërfutjes së mësimit mbi fetë në shkolla ka dalë kisha protestante në Kosovë. Artur Krasniqi ka thënë se si kishë protestante që nga fillimi kanë qenë kundër kësaj ideje. Sipas tij, kjo ide ka dalë më shumë nga politika. Ne nuk besojmë se kjo është e përgatitur, që ka kuadër dhe staf që ta mësonte lëndën fetare nëpër shkolla, pa kriju përçamje dhe pa kriju probleme që pastaj do të jenë shumë zërt të riparueshme në vendin tonë. Kosova ka tjetër gjeografi fetare prej Shqipërisë. Pjesa dërmuese, 90% popullatës janë muslimane. Dhe ne kuptojmë deri dikun kërkesën e Bashkisë Islame. Dhe ky qendrim jonë nuk është kundër bikut. Është përkundrazi, më shumë kundër në çfarëdo tendence që kjo punë e fesë me u politizue. Por për sociologun Besim Gollopeni, cili është profutjes së mësimit mbi fetë në shkollat publike, thotë se kjo gjë do të sjellë përfitime. Jam për me i fut mësimin në shkollat publike apo në institucionet publike shkollore, mirë po do duhet të analizoj me shumë kujdes për formën e futjes së mësimit apo njohurive mbi fenë në institucionet shkollore. Një ndër përparësitë janë sepse të rinjt më nuk do të marrin njohuritë bazë mbi fetë nga rrjetet e ndryshme, nga portalet e ndryshme, nga qarqet e ndryshme mbrapa të cilëve ne asnjëherë nuk e dim kush qëndron, mirë po marrin mësim apo njohurin nga bankat shkollore. Tribuna Channel ka provuar të marrë shpjegime për këtë çështje dhe nga Ministria e Arsimit, por kontakti me ta ka qenë i pamundur gjatë ditës. Ndërkohë tek serbët ortodoks është lënda për fetë në shkollat të cilat ligjërohen nga priftërinjët.